Kryeministri britanik Keir Starmer po përballet me një revolt në rritje brenda Partisë Laburiste pas rezultateve të dobta në zgjedhjet lokale dhe një seri skandalesh politike që kanë dëmtuar popularitetin e tij. Megjithëse Starmer ka deklaruar se nuk ka ndërmend të japë dorëheqjen, shumë ligjvënës laburist po shtojnë presionin për largimin e tij nga drejtimi i qeverisë. Sipas rregullave të Partisë Laburiste, për të nisur një sfidë për udhëheqje nevojitet mbështetja e 20% e të deputetëve të partisë ose 81 ligjvënës. Deri tani, nuk ka një kandidat të shpallur zyrtarisht kundër Starmer, por në skenën politike britanike po qarkullojnë disa emra si pasues të mundshëm. Një nga favoritët konsiderohet Andy Burnham, kryetari i Bashkisë së Greater Manchester, i cili gëzon popularitet të lartë. Megjithatë, ai aktualisht nuk është deputet dhe do të duhej të rikthehej në parlament për të marrë drejtimin e partisë. Një tjetër emër i përfolur është Angela Rayner, ish zëvendës kryeministre dhe aleate e dikurshme e Starmer. Por ajo ende po përballet me probleme të pazgjidhura lidhur me çështjet tatimore që quhen në dorëheqjen e saj vitin e kaluar. Mes kandidatëve potencial përmendet edhe ministri i shëndetësisë Wes Streeting, i cili shihet si një nga figurat më ambicioze të kabinetit. Megjithatë, ai është kritikuar për lidhjet e tij me Peter Mandelson, ish ambasadorin britanik në SBA, i cili u përfshi me polemika për marrëdhëniet me Jeffrey Epstein. Në listën e emrave që përmenden është edhe ministri i energjisë Ed Miliband, ish lider i Partisë Laburiste. Edhe pse reputacioni i tij është përmirësuar vitet e fundit, ai ka deklaruar më herët se nuk synon të rikthehet në garën për drejtimin e partisë. Nëse Starmer largohet në javët e ardhshme, Britania do të ishte kryeministrin e saj të 7 brenda një dekade, një nga periudhat më të paqëndrueshme politike në historinë moderne të vendit.